Ndërkohë, zoti Shehu, paralelisht me takimet që po bën zoti Berisha, ka filluar dhe një lëvizje e drejtuar nga ish-deputeti Ervin Salnjani, antar i kryesisë, gjithashtu janë bashkuar edhe ish kandidati për deputet zoti Ilir Mehmeti, Aulon Kalaja, figura të tjera. Si e keni parë këtë lëvizje? Zoti Berisha ka thënë që është një lëvizje private, ka qenë kritik. Ju si e shikoni? Unë e kam parë realisht një lëvizje si një agent personale dhe unë nuk e kam për zakon të komentoj veprimet, agendat personale të gjithsekushit. Gjithsekush në personale mund të marrë veprimet e veta, e dia i vetë që e ka marrë, dhe e kam parë në këtë mënyrë. Pas si një agent personale të një apo dy apo tre personave, për cilën unë realisht nuk kam asnjë koment, sepse në një vend demokratik gjithsekush është i lirë të ndërmarrë agenda personale, veprime personale, dhe kjo është realisht diçka që unë nuk kam asnjë dëshirë të komentoj dhe as realisht nuk e kam për zakon të komentoj hapat personale që merr gjithsekush. E shikoni si rrezik që mund të krijojë një përçarje të re apo i shërben PD-s për të filluar një proces hapje të madh, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme në pranverë? Ju po insistoni në pyetje, unë qëndroj te unë e shoh thjesht një agent personale. Vetëm kaq. Unë e shoh një agent e cila është jashtë PD-s, jashtë strukturave të PD-s, jashtë forumeve të PD-s, si një agent personale që individë të ndryshëm, për arsye nga më të ndryshmet, mund t'i marrin një vend demokratik. Kjo është çështja dhe prandaj evitoj çdo koment për një gjë të tillë sepse e shoh diçka që është një hap personal që dikush i merr dhe ai gjykon vetë hapat e tij pastaj edhe elementet e brendshëm të tij.